Sezoni i shalqirit ka nisur dhe fushat në zonat tona janë të mbushura plot me to. Sot jemi me Željko Minić, një bujk që tashmë është i njohur për të gjithë shikuesit tan, i cili na ka pritur në aren e tij për të na treguar se si po ecën tregu, cilësia e prodhimit dhe reagimi i konsumatorëve si me shumicë ashtu dhe me pakicë në këto ditë të shitjes. Po e sezoni si sezon në krah të prodhimit kanë bëjë i suksesshëm. Shumica e prodhimeve kanë pas sukses edhe ka prodhim bëjë të bukur e të mire, shumë kvalitet. Çka i përket tregut, tregu është për ne bujqit një fazë shumë të keqe. Treta vjetë është që munohna me zirë paret e veta që i kem futën punë. Po, faj nuk në ka kush, se na vetë e dim, po kem pritë se ka me kënë diçka ma mirë. Tash, çmimet me i këshyrë si janë kënë par vjetit, si janë kënë vjetë, janë për bela prej 15% a 20% më të forta, po shpenzimet janë ba në shumë gjana edhe dhe 100% mashtrejt. Për me bashkua frutin gati, varet pej cili prodhim është kërtolla, është specia, është bostani, din me shkua dhe 20% atë ditë. Shpenzimi i vlerës asaj ati frutit. Me thënë, kërtolla, sot aj që dënë me marë kërtollën e vetë, në bashkëtin, me bashkua, me futën gajba, nuk ka shans teorike në 10 centa me kushtua punëtori edhe gajba. Dje e kem garkua i shteper me bostan. Për shemull, 500 evra u kem la punëtorve. 500 evra janë 10% të vlerës e ti bostanit, që jam maj kolajti mu bashkua. Ajo që janë shpenzimet e mla edhe shpesh më dvesin po pse hinë këtë punë kur nuk mundesh me fitua. Me u thanë të vërtetën si vetë, si çdo bujk. Na merrna me këtë punë e jetojmë me këtë punë. Nuk është kollaj me ditë se çka ka me kënë për i vjetë për pare. Unë e kom përru i vendim për vetin, për punë që e kom bajagi e kom pa hapë këtë biznis, edhe unë kom pas si mjetë 120 ditar i kam në prodhim. Kërtolla, bostan, spec, lakna, jagoda, qep, do me thonë, i prodhim i prej meqim, për kushte malazeze, për i shtetë dvogël, ka robe male. Unë kom pas për i pjesë të këti prodhimit, e kam i kontrat me i firmë, nuk është një psheht Lakovi që kom punu me ta 10 vjetë, po ata e marrin i pjesë për aty në robëve. Shumica asaj robë më duhet me gjithë trek për to, edhe 20 vjetë jam në këtë punat, edhe me këta trektarë njëhe me kvaliteti robë që mundu me kënë për mos me hup tregun. Gjithmonë kom këshyrë me pas prodhim, edhe ne kom pas prodhimin që nuk kanë i parës klasë, jam munua atë pjesën e kërtollës për shembull që është e ime, e plasu na diçka me hjek pe përdori me hupën në start, veç me ba ma kvalitetat robë që jeshes. Po vetë e shoh se bujësia në Malzi, kur nuk ke trek sigurt, nuk punohet me shumicë. Edhe unë kom përnu i vendim për vetin, që
pe këtëne 120 ditarve që i kom punua, sot i vjetë belej punoj letë. Se jam i bindun se ma shumë kam fitua me ato letë se me këto 120. Se e shoh këto firma që i blej materialet të ta. Po bahen qirak. Shqyqyrën, dasht, s'kom gjë, ata punojnë punën e vetë. Por ata e në qirak. Këta që e blejnë robën dhe vetë, marketet, firmat, janë edhe ata qirak. Në mes tëne, veç vetë, nuk mund fitoj. Nuk mundi me thonë se o fukara, po me ba me i vunë në konar. Aj që ma shetë mua robën për me prolua, materialin, është milioner. Aj që e blej robën të vetë, është milioner. Vetë mes tëne e veç se jam i djegun. Edhe mëruajnë, e në 2 anë, me muj me fitua një sa mos me elja punën krejt. Jo për vetin, por çdo bujk. Në malësi, jam i sigurt se në atë program, në atë sistem e ka punën. Shtrejnë blehin, farnat, sistemet për ujtje, gjitha. Ata marrin provizin sa duhen ata vetë, konkures nuk kanë. Je kanë e marrin robën lirë, jo keni sot bostanin, na e kem garkua ishte për dje 20 centa e kem shqit kilin e bostanit. Sot, nuk keni shqitore, ku nuk është 50, 70, 60, do me thonë veç na nuk guzojmë me fitua në malëzi. Na që hjekim zi, e na që punojmë, edhe na që e prolojmë atë frut. Se si aj që mi shetë mua ato materiale, për me hinë prollim, si ky që e merë materialin të vetë, as tjetëri pa mua nuk kanë kërit në regull. Po, këto firma fusin pe jashtë, çmimi deri që ke marrë në trek, me prollim tanë, on kënë 4 herë ma shtajtë. Bostani on kënë 80-90 centa. Tash, on problem, si me ma marrë mua për 17, a për 18, a për 19 centa. Nuk ka, kur nuk e ke kontratën, me ditë sa, që pazori, si Shqipnia që i banë. U jam kënë atje, jam kënë lushnje, kam pa që ka majnë. Ato janë 20 shtete, kanë magazinat e veta. Ku e blejnë robën, e qojnë shtetë vetë, edhe Malizi e ka. Në me thonë, ata pa hinë prollim, ata e dinë ku do me robë. Jo Shqipnia, po çdo shtet, pos Malizi. Malizi me do firma që kanë monopol, se s'di si me hatrysh monopol, kanë dirigojnë, edhe nuk në lanë, bujësin nuk e lanë me jetë as i metër për parën. Veç në pajnë një infuzi, edhe në lëshojnë aqë sa mos me dekë. Mos me kënë edhe kjo punëtëri që vjen për Shqipnijet. I tu s'ki me pas kush me i bashku këtë frët. Të rritë sot me hinë këtë punë, unë lirisht kishme muj me i dorzua, me e lanë këtë punë krejt, sot për sot me pritë se mune gjajnë punëtorin në Malëzi. Ka 100 evra i kom paguat, je punëtorët me garkua Sheperin e Bostanit, 5 vetë, 500 evra o kama. A janë knaqën, as janë knaqën. Këtu me badi kujt, pej vetit me i thaj, do 100 evra me arme punua 8 sahat, për që do të në kish me pas problem me ta. Se, këmë e tho, kumë gjithë e mua. Po ta shumë, po flasë do gjana që janë të sodit, edhe bujësia bujqit të mëj, që përlojnë shumë, si që jam kënë vetë, mundi me thanë diri sot, si që jam kënë vetë, ma nuk kanë shansën ma të zi. Mu e punua aj që ka 70% punës mu ne bajnë me familje, një kasë familjesh, që me robët vetë. Me punua ma pak me i vunë, për shemull, pe 4-5 loj prollime, me i vunë ka i ditar, i gjysë ditaret, varet pe i prollimin. Sa është për shemull prollimi i jagodës, drethe, si mjetë, e kom vure se kem pas gjatë kohë atë jagodë, besoni
për i orë punëtori i bashkon 5 kg. 5 kg euro. Do me thonë, ati punëtorit ja kam la i ever për kilet ja gocë me i fundën gajba. Me i thonë mu gutë nuk kom guzuj, se e prish robën. Me i marë 2 në dorë, i prish. Një kaja do të me këput e me vunë në gajbë. Kure kom vunë re, sa gajba, sa punëtor, i sa hatë 5 kg i njëri. Në më i ever për kilet ja gocë. Ka i heran shumë edhe gjysë ditarët. Me vunë jaqë sa mund punojmë, atër këta barabar kanë me prunë pe jashtë se në këtë moment nuk kanë hesab bile me prunë kërtolla se kem bollën la çmimi të 30-35 centa nuk ka kurkun bot me gjithë. Bostani me 17 centa, 18, 19, ku do me gjithë atë robë? Nuk ka shansë. Cili është hapi konkret nga Ministria e Bujqësisë që mund të marrin që edhe bujqët të fitojnë aq edhe sa kontribojnë për prodhimet e tyre? Unë Ministrinë e Bujqësisë e shoh si prallë. Me o thonë vërtetën. Që pa dorëza po flasë. Aja i prallë që ata në e kuvesin i prallë e në fund qeshim. Ministria e Bujqësisë ka dhe punë veta. Ka me dajnë të rroga me zvetit, ka caktuaj pjesë të ati bugjetit, bela pe ati bugjetit, pas po të proj 20% shkojnë të bujqit, gjitha tjerat administratat, penzijat, zdim, thajt, thaq. Ministrinë e Bujqësisë nuk e shoh kurkun këtu. A ka qenë ku një paraparë çmimi fiskal për kilogram të çdo lloj prodhimi? Për 2 prodhime, vetë nuk e kom pa atë informat, por është informat, më tha dikush tjetër. E shoh se firmat, këto 2 firma që marrin ma shumë të robë, është Voli e Lakovici, e kanë çmimin për kërtolla 40 centa. Më karë të veshi se kanë marrëveshjen me Ministri për zhvillim. Është Nik Gjeloshi, kish me thënë Ministri asaj, po. Në opinion, unë nuk e kom tjeku. Ashtu punën sot, funksionon. Ajo punë edhe sigurisht janë marrëvesh. Po tash, ka diçka belele nuk gëzohet me dalë në opinion, po merë në vesh të. Por ajo punë për kërtolla funksionon. Për bostan, e kom tije se është çmimi nari 22 centa, 3 centa për zotën nuk di se atë çmim nuk e kom dëgjuar apo e keni pasur dikun? Kom tije se është ashtu, edhe ajo është për me i thënë faleminderit ati që jam munua me e batë punë, që mos me lanë me ra dhe të paktën ata që e kem fut atë pare të marrin, të këthejmë më rapën. Edhe vje punë, po tash ata nuk mujnë me i marrë, mund i marrin atë 2 firma, mund i marrin 20-30% prodhimin kërtollës. Tremem se a mund kërtollë bajagi shumë, edhe i pjesë e pranverë sa kënë me brymë, me akulle, i ka pak këthujen 0 edhe vinë tana për një herë tash. Tash tana këto ditë kanë fillua me dalë, po ky zet në këtë terenin e Malësis është aq i madh, kjo tokë e kuqe nuk e duron. Ndrua se ka mu prish paushit bajagi i pjesë e mallë e kërtollës, inshallah jo, por tremem se e shoh edhe vetë se s'muni me prishpia, du kam pak ma shumë kërtolla, atër belja edhe s'muni i ki krejt ati problemit, jam pregadit me, e kam i magazin që muni pa i kërtolla 2-3 muaj, me 200 ton kërtolla, e besoj se këto dit, mas lartit për 3-4 dit, kom ja fillu me gjire me mund magazin, se me i lanë tokë, me këtë temperaturë, së një mon ma as ujtë, as ka kush që i pështon. Lozën e kanë halat njome dhe mundurojnë, por ajo një fazë kur pjeket për 3 dit hup lozja. Nuk e kur,
Ne ke i parcel pak më të madhe, nuk ke kur me e bashkua, as me ik me ta. Se e merr ajo atë problemin e vetë edhe kalbet edhe pas e të futet në magazin. Atë probleme ka pas krejt regioni vjetë. Edhe unë jam ka në atë grupë se janë 10 ditar, kërtolla më janë prish se jo sot e jo nesër e jo peljalle 2 dite, 5 dite, besa mu desht me i lan krejt se treme mos ka me kanaj probleme dhe mirë ki me kush ka mundësi edhe në mos muj me i shit, me i dzire, me i fut dikun për podrume, dikun hije që mos me i lan mu prish, se me i lan tokë këtë temperaturë nuk e durën kërtolla edhe shumë kohë. Mund tjetë edhe 10-15 ditë edhe o ka mu shit, o ka mu kalp. Atëherë përmendet që përveç bostanit keni edhe kërtollat, keni edhe specin, cilat nga këto kultivime nga ju janë duke shkuar më së miri dhe janë duke u kërkuar më së shumti në treg? Pa i gjitha shkojnë me një masë mesatare, si me thënë, nuk ka diçka që lypet posaçërisht veç ajo robë. Çdo robë që delën treg shitet, dikush e ka çmimin më të mirë, më të keq, tash momentalisht është faza e plot e shitjes bostanit edhe e kërtollës. Speci është i prodhim që muj edhe ka i herë edhe me durua me laj javë dita, 10 dit, pa vjele, me prit çmimin, me prit mu stabilizohet tregu. E këto dyja nuk e besoj se mujnë me durua. Kem edhe tjera prodhime, është për shembull qepa, se i vëm i keme 10 ditar qepa, so do thonë krajet, cërnicet. Në prodhime është që mjetan shumë e mirë, ajo e besoj që ka me muj, se edhe ata do të me bashkua me elan i fije mu te disa dit, po i kem vetin e kam për atë pune, edhe ajo e ka çmimin bajeg i mirë, është euro 20 është kile e saj, ka shpenzim të malë, është tirë me e prolua, duhen shumë punëtor, po me atë çmim mund blohet, edhe mund fitohet diçka, se na me ba me hup, në gjithë sillin prollim atër, na kim me dalë boq, po ka prollim që jetë zirë njëri tjetërin e, ja ashtu veç, unë për vetin me u thënë vërtetën, me shumit, si mjetë e mrapën, nuk e kam në men mu marrë ma me këtë punë kaq të madhe, djali ka me vazhduaj pjesë, e laj punën bajagi e ka marrë në dore, unë praktikisht do mu tërhek, do i kam dosera aty të shtëpia e 3-4.000 metra edhe, bele e 10 ditar për me më kalohë koha se nuk kam ki vet me ba luft, e shoh se gjithë kushteshet ne ta ven kamën pas qafet, mundohet më të mytë. E shumica e tyne jetojnë penesh, si këta që na e shesin materialin, si këta që e blejnë penesh, firmat, fitojnë tanë në mjedis, jem gjykuam mos e muj me ecë për parë në fund. Po katunari a i fsuam me hjekëzije, me arë shtirë dherë të i leka, i dinar, ose sot i evër, se zdi si me thanë për mos me gabua, bujqësia punohet me zemër, nuk punohet për lonë. Kur e hup njeri qefin, një punë, u tash 3 vjetë munohem me ecë diçka për para, nuk lanë. Nuk lanë. Janë do çmime që janë krejt të vogla, që nuk mundi blojmë shpenzimet, punëtorin është për qasë e ma shtirë, na e kem pas risk. E kem pas i pjesë punëtorve që kanë ardhë, kanë pa interesin e vetë për Shqipnijet, nuk kanë prituar, nuk pritojnë sot me punua, veç e lajo nuk muj me kanë gjithmonë se ata dalin tjera pune, shumë janë njerëzit që kanë punua të vetë, tash 20 vjetë që kanë për rejnë dhe në Amerikë, punëtorë që janë këtu, janë me, s'po thomë me qina, po dhe 10-15 punëtorë që i kom pa këtu sot, i tihem me ta në Amerika, në Anglia, në Gjermania.
ma mirë mu tërhjek me kohë, se me bankrotua, me punua dhe me bankrotua. Pse? S'ka nevoj njeri, ma shumë, unë thërë, ma shumë fites, jam i bindun, ku me pas me 10 ditar, edhe me ato 5-6 sera, se me 120 sot. Se janë shpenzimet jashtë normale. Dita me ditë punëtorëve i mjevra do të mjella. Me qmim të 20 cente, 30 cente, 40 cente, me i bashkua të pare, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi me fitua, për me punua kotë. Haj, për zotën, muj njeri që nuk ka mirë, se s'pa flasë ma mirë në i fjallë të anë. Atëherë dhe si përfundim duhet ju pyes si e sheh vazhdimin e sezonit, a je optimist për shitjen në javët në vijim? Roba ka mu shit, sigurisht, unë tha, qka mu shitet ka mu prish. Por i pjesë e madhe ka mu shit se me këto qmime, këtë kvalitet robet nuk mund e gjenë ku. Faj nuk e kanë veç trektarët, fajnë e keme lëna. Është shumë interesant. E kanë caktuar çmimin që e pat me i bisedim para këtij. E kanë caktuar çmimin e kërtos qinar 40 centa, mos me ne pagua. Bujqit vet shkojnë pjacë e shesin 30-35. A ka kush që mu marrë vesh me bujkun? Duket se jo. Duket se është ai vet fajtori i vet. Pse me fajtua dika? Unë kam pas shansin, ka ardhë trektari ma lypë Bostanin 17 centa. I kam pas janë 200 tënë. S'kom prenua me alla. Bile po flas haptas. E kam dveta di që ka sorra. Thot po. Sorrat kanë me hagër ty s'kam me talla për 17 centa. Atë njëjtin Bostan, besoni, për javë dit, komplet e kem shitën Podgoricë. Dikuj 2 ton, dikuj 5 ton, dikuj 7 ton, dikuj 4 ton. Për javë ditë e kom shit. Këtu vijnë do njerës, vijmë thot më upështua. Me ne marë për 17 centa. Ishte për të funit, 20 ton, dje, se erth puna, pa me lan fjallin, se pa e napim me Shqeper, e kam lan 20 centa. Po ti, 17 centa. Pa e është me hjek zi kotë. Që ne tregon ku e kem. Shumë herë s'na ka fajkush. Shumë herë na veti bajnë gjanat. Kërtolla në kënë në trek 50, 60, 70 centa. Për 2 dit, me 10 ton kërtolla e kanë ullin 40, 30. Pse, njëjtën kërtollë ka me shit. Janë kënë një kohë Sërbian në kanë shqit kërtollën në Podgoricë. Janë kënë ka 30 kamiona. Si me e pat vetë parin, si ato të funit atje, e ka pas i qmim për shemull 50 centa. Tani kanë shqit, por s'ke muj me unë licentë. Na vetë këshyrim, sa vetë t'i dveqën në pjacë, sa në qmimi e gjenë ka 2 centa, 5 centa ma lirë. Ashtë interesant, në mentaliteti jënë, pa dhja, na s'kem nevojmë na me t'kush. Na e mësim vetin, na robën e vetë kur se vlerëson, djesën e vetë dikush. Pa të qka, kush muj me një mua ti njëri? Po dhe me kanë caktuar çmimin që mos më guzoj. Firma nuk guzoj me e pagua, po të ne letërën. Edhe ti mu që mu marrë me tha. Po në pjacë ku shkon, nuk ka letër. A e ble, roba është e jote, ti sa në kon, ti vetë e ke falë. Do me thënë, sezoni si sezon, ka me kënë si shumë sezonat tjerë, shumë i që robë s'ka më shqit në tregun e kem,
këtë soj robet nuk kanë ku me marë ma kvalitet, ma lirë, ma afer. Dhe ka mu shqit, na bujqit, unë thëmë, ne e kem fajnë. Definitivisht, tu me prenua që ne e kem fajnë, se roba e vetë nuk falet. Pse e bajnë ata? Ata din vetë se, nuk kanë ku. Unë kam mu edhe vetë atë ditë me avon 8-5 pera, 7, ati ka 17 centa. Po jo, si me a falë robën që kam jekë zi për ta. Në Shqipënia kanë atë ditë, 25 centa. Këtu në Podgoricën kanë 50. A e më thosh 17. Po thumë, ku ke gjithë atë qmim ti? Ka 4-17 centa. Jo, s'ta napë robën, hajde me rëku duash. Ka shkua, janë sjell trektarë kësajt, në fune shok, garkojnë. Jo, napin njerëzit ashtu. Qa ku është tregu në Podgoricë? U garantoj që kile s'ka mlanë nërë 35 centa. Qa ku është tregu në Podgoricë? Ja falin. Edhe nuk jam i sigur që ma shumë kom pas vetë bastan. Se 50% tyne, do me hanë, tash ka me hanë digo, jo, i kam 200 tona, edhe i kam pat 200 tona. Po s'kam da me a falë kuj. Po shumica i kanë 50, 70, 80, 100 tona. Që dalin trek. Bostani i Greqisë edhe sot qitet në Podgoricë. 50-60 centa. Vine e marrin këtu e, ashtu me marrëllon. Unë e blej këtu e mund i me që edhe në atin tusë. Po, ju u përshëndes si televizion, bela në këtë fazën e sezonit pak agresiv kom folë, por jam i bindun që i gjdo fjallë që e kom folë është e sakt. Ata e din edhe bujqit vetë, pe kuj me lyp nim kur na vetë vetit s'muni nimojmë, nuk du me nimua. Ministri Nik Gjeroshi, po të thëmë, i kam ato informata, nuk jam tash i informuam direkt, që kanë baj i soj munimit për me stabilizuar qmim, por ka herë s'muj me të një mua. Roba jote mu që me falë kur dush.